Jemi sot këtu në Karaburun së bashku me përfaqësuesit e IKMT-s dhe të strukturat e policisë Vlorë, pasi kemi evidentuar një ndërtim të palishëm. Ky ndërtim ka 4 muaj që është konstatuar nga strukturat e policisë Vlorë dhe rasti është referuar në prokurorinë e rrethit gjyqësor. Më vonë, së bashku me IKMT-n, janë marrë gjithë veprimet e dhura ligjore dhe sot ndodhemi këtu për prishjen e këtij ndërtimi të palishëm. Njëkohësisht, edhe në rastin e disa ditëve më parë, në Himar, së bashku me IKMT-n, ne sërish prishëm një ndërtim të palishëm që ishte aty dhe përgjegjësia nuk u ndal vetëm tek personi që kishte ndërtuar atë ndërtim, por ajo ushtri edhe në strukturat e tjera që janë përgjegjëse për parandalimin dhe goditjen e këtij fenomeni, siç ishte zinxhiri komandues i komisariatit Himar, njëkohësisht edhe strukturat e IMT-s së bashkisë Himar. Po sot, në këtë rast, ne kemi arrestuar një nga autorët që ka bërë këtë ndërtim, kemi shpallur në kërkim bashk autorin tjetër. Në këtë rast, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka qenë në tejkalim të kushteve të saj ligjore për dhënien e lejeve përkatëse për biçbarin që ka dhënë, apo dhe për gjithë këtë aktivitet të palishëm që është këto. Çdo qytetar, në rastet e ndërtimeve pa leje dhe krimeve mjedisore të tjera, para se të mendojnë që të bëjnë një krim të tillë, më mirë të drejtohen organet kompetente për të marrë lejet përkatëse dhe zhvillimin e aktivitetit tyre normal. Jemi në Karaburun, në një ndërtim të palishëm, në një zonë të mbrojtur. Procedurat ligjore për këtë ndërtim kanë filluar para disa muajsh, siç e përmendi dhe drejtori i policisë. Ka një vendim prishje dhe një gjop, për të cilin ka filluar ekzekutimi para disa kohësh. Ka kërkuar ekzekutim vullnetar dhe ka nisur të bëhet ky ekzekutim, ndërkohë më vonë ishte drejtuar Inspektoratit Qendror në bazë të ligjit për të apeluar vendimin e prishjes së gjobën dhe gjatë kësaj kohe ka vazhduar ndërtimin, ndërkohë që vendimi përfundimtar i Inspektoriatit ka lënë në fuqi vendimin e prishjes së IKMT-s. Jemi këtu sot bashkë me policinë për ta zbatuar vendimin. Dua ta falenderoj Bashkinë e Vlorës për mbështetjen me punëtorët e shërbimeve që ka kjo bashki për ta bërë të mundur prishjen e këtij objekti. Ndërkohë, dhe unë dua të bëj një apel që në zonat e mbrojtura, në Bregdet dhe kudo njerëzit dhe qytetarët që duan të ndërtojnë, të drejtohen autoriteteve përkatëse ligjore që pajisen në leje, sepse çdo veprimtari e tillë është në dëm të tyre, është në dëm të ambientit dhe natyrisht ka dhe pasoja shumë të rënda që shkojnë nga gjoba e deri tek arresti në burg. Falenderoj edhe një herë policinë e shtetit, pasi në gjithë aktivitetin e Inspektoratit Kombëtar, pa mbështetjen e policisë shtetit, nuk do bëhet mundur realizimi i prishjes së këtyre objekteve që janë pa leje.